minutave të fundit, grupi hetimor forcat të shumta policie dhe forcat e Reneas ndodhen në rrugën Ali Demit, aty ku raportohet se është regjistruar një konflikt midis të disa personave në një zyrë elektorale, konkretisht të Partisë Social Demokrate. Për të mësuar më shumë rreth kësaj ngjarje e cila ka grumbulluar forca të shumta policie, do të lidhemi në një lidhje direkte me gazetarin ton i cili ndodhet në vendin e ngjarjes, Marcel Vocaj. Marcel, të përshëndes. Çfarë ka ndodhur konkretisht në rrugën Ali Demit? Po si të përshëndes, pak minuta më parë nisi dhe njoftimin zyrtar policia e Tiranës, e cila informonte se për konfliktin që kishte ndodhur pranë ambienteve të një zyre elektorale, por akoma nuk është e qartë nëse ka ndodhur për arsye elektorale gjithë konflikti apo thjesht ka qenë 20 më parë. Por nga burimet në terren nga se mësuam, bëhet me dije se janë shpallur 2 persona në kërkim, të cilët bëhet fjalë se janë shtetasi Arjan Telhallari dhe së bashku me të birin. Si ka rrjelluar ngjarja në bazë të burimeve nga grupi hetimor, bëhet me dije se fillimisht ka qenë i biri i cili ka dalë nga një makinë e zezë, e cila është drejtuar zyrës elektorale të PSD-s që ndodhet pas krahave të mi dhe ka agravuar debati dhe fillimisht janë zë. Ndërkohë që babai i tij është afruar aty pranë dhe është përpjekur të ndaj, por ka agravuar situata deri në moment dyshohet se është nxjerrë gjithashtu edhe një armë. Nga ato që bëhet me dije nga grupi hetimor dhe nga sa dihet në terren, janë gjetur 2 plumba, por jo gëzhoja. Nuk është akoma e qartë, pasi edhe në njoftimin zyrtar të policisë nuk përmendet se nuk se ka pasur armë, por është zbuluar se janë 2 plumba të cilat janë 2 plumba të cilat nuk janë shpërthyer. Gëzhoja nuk deri në këtë moment grupi hetimor nuk ka gjetur, por se që në mbrëpamjet që transmetohet shikohet se si është dëmtuar pjesa dera kryesore e zyrës elektorale të Partisë Social Demokrate që ndodhet në zonën Ali Demit. Por gjithashtu edhe pak metra larg nga këtu, gjithashtu deri para pak minutash ishte një grup hetimor i cili ndodhej në ngjarje dhe kishin rrethuar një makinë, por nuk dihet akoma nëse kemi të bëjmë me të njëjtën ngjarje apo thjesht është një ngjarje tjetër, cila po kryen ekzaminimet e veta dhe policia dhe grupi hetimor, i cili ndodhen gjithashtu edhe nga burimet në vend ngjarje. Marcel, shohim që vendi ku është regjistruar dhe ngjarja është rrethuar me shiri të krimit. Nuk e di nëse ke arritur të mësosh ndonjë informacion se për çfarë ka ndodhur konflikti apo ndonjë detaj tjetër. Është pak herët për të folur, por ndoshta nga dëshmitarët okular apo ndonjë kontakt me pjesëtarët e grupit hetimor apo policisë. Se janë në gjithë zona është duke survejuar pasi dhe kamerat e sigurisë të lokaleve që ndodhen rreth, por gjithashtu edhe kamerat e sigurisë të Partisë Social Demokrate apo vijojnë hetimet, por deri në këtë moment grupi hetimor nuk ka dhënë të tjera detaje ose dhe dëshmitarët okular fillimisht thanë se kishte ndodhur për një gjërim gomash, por pastaj kishte rrjelluar situata që i biri i të shpallurit në kërkim është ulur nga automjeti dhe është drejtuar zyrës së PSD-s. Dhe më pas ka qenë babai i tij i cili fillimisht është përpjekur të ndajë, por nga sa bëhet me dije ka agravuar situata dhe dyshohet se mos kanë nxjerrë dhe një armë. Pak metra larg zyrës së PSD-s janë gjetur edhe 2 plumba, se janë si tashmë më parë, janë gjetur 2 plumba, por të cilat nuk janë shpërthyer. Deri në këtë moment nuk janë kapituar për të shtënë me armë zjarri, thjesht janë gjetur 2 plumba në vendin e ngjarjes. Okej, Marcel, falenderoj për gjithë këto detaje. Shikues të nderuar, ishim deri në këto momente me gazetarin ton Marcel Vocaj, i cili raportoi nga vendi i ngjarjes, konkretisht në rrugën Ali Demit, aty ku në orën 14:00 nga policia është raportuar se është regjistruar një konflikt midis disa personave pikërisht në zyrën elektorale të Partisë Social Demokrate. Policia e shtetit ka reaguar lidhur me një ngjarje të raportuar me